Janë disa prej lojave. Disa prej tyre. Po nëse ndalemi tek fëmijët me nevoja, me cilët ta themi atipike të cilët vinë dhe më kërkojnë ndihmë dhe ka nevojë edhe më shumë për aktivitete të tilla, çka kryesisht fillohet me punu me këta fëmijë derisa që thojmë na të hynë lojë? Reali do të një përmbajt aftësisë dhe kapacitetet fëmijëve, po fëmijës interesit të tyre, cilë është pika interesit tyre, që për neve dhe për fëmijë me zhvillim tipike është shumë normale, kur një frymëfluskat edhe do të me zonë me gishtë dhe me shpërthy. Ka disa fëmijë me zhvillime me vështërsia tipike, dhe më thonë, kur nuk i sheh që ato. Dhe më thonë, i sheh, por nuk është që na shkon mendja me shkon me i largu ato. Është një lojë tepër e thjeshtë. Diferencë e vogël, por e rëndësishme. Definitivisht, është shumë e vogël edhe me pa pëshama nga lartu çfarë loje shumë e kotë. Mirë, por realisht, kur fillon me realizu, më konë shumë afër me